Aratiset nga burgu Bolonjës 34 vjeçari shqiptar. Një i burgosur shqiptar 34 vjeç, identifikuar si Fatbardh Mneraj, është aratisur nga burgu Dozan në Bolonja. Policia burgjeve ka shpërndar foto dhe të dhëna personale në të gjitha organet e rendit dhe është në kërkim të tij. Sipas mediave italiane, shqiptari kishte përfituar nga regjimi i gjysmëlirisë që i lejon të burgosurit të punojnë ose të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme edukative. 34 vjeçari është aratisur në momentin që do të transferohej nga ndërtesat ku qëndrojnë të burgosurit gjysmë të lirë, të cilët ndodhen jashtë murit rrethues në godinën qendrore të Dozas. Një hipotezë është se ai ka përfituar nga një derelën hapur dhe ka arritur të largohet pa gjurmë. Aratisjet nga burgu Doza në Bolonja nuk janë të shpeshta, përkundrazi. Lajmi i fundit daton në vitin 2011 kur oficerët penguan një tentativë aratisje të 8 burgosurve që ishin kapur duke gërmuar betonin rreth hekurave të qelisë. Cili është regjimi i gjysmëlirisë? Është një nga përfitimet e parashikuara për të burgosurit që vendoset nga gjykata. I dënuari lejohet të kalojë një pjesë ose të gjithë ditën jashtë burgut për të marrë pjesë në aktivitete pune edukative ose rintegrim shoqëror. Për të pranuar në gjysmëliri, burgosuri duhet të ketë kryer të paktën gjysmën e dënimit, kur dënimi i shqiptarit është më i gjatë se 6 muaj.